Dhe ja ku jemi prej klinikës gjermane jemi këthy në studio. Kushdo që nga ka përcjell prej fillimit të emisionit, e din që ngjyra të shumta e kemi dhënë sot temave të cilat kemi vendosur t'i trajtojmë në 2 orëshën që jemi bashkë. Unë e thash edhe në fillim të emisionit që shpesh mrapa shumë personave që takojmë, ka histori të cilat meritojnë të ndëgjohen. Dhe kur them meritojnë të ndëgjohen, është fjala për juve të dashur publik. Ka histori të cilat na motivojnë, ka histori të cilat mund të jenë në momentin e duhur, kur ne jemi duke hek dorë nga një ëndër, nga një plan, nga një ide, nga një punë, nga një biznes, dhe vjen një histori e tillë që ndëgjojnë në media tona, që fatmirësisht kemi njerëz empatik shumë, që për me ardhur deri te vendi ku janë, deri te shkolla ku kanë arrit, kanë kalu shumë shkollë e shpesh janë rrëzu e janë ngrit prap. E personat e tillë na bojnë të jemi edhe ma të bekun që rrëfimet e tyre i ndajnë me tjerët. Sidomos këto rrëfime që janë kaq motivuese dhe historitë e tyre që janë kaq shtytse. Ndoshta në fillim në pamje të parë, mysafirin që do ta prezantoj pas pak mund të duket një djalë i ri që historia e tij mund të jetë e shkurtë sepse nga mosha duket shumë i ri. Por nëse e ndëgjojmë rrëfimin e tij, sot njëri prej profesorëve më të mirë të shkollave të anglishtës është bashkë me motrën e tij Zanën, është profesor dhe njëkohësisht drejtues i English Language School në Prishtinë, në pikat e tyre të Rruga B dhe në Dardani. Por jo nga fati, kanë punuar shumë që sot jenë aty. Rrugtimi i tij është më simpatik se sa vetë puna që bën dhe kontributi që bën tek të rinjët, por jo vetëm. Në kursin e tij ka edhe shumë të moshuar që ndjekin kursin dhe mësojnë gjuhën në një kohë kur i kanë ra pishman që se kanë mësuar në moshën ose s'kanë pas mundësi ta mësojnë në moshën e tyre të hershme. Është fjala për profesorin Qëndrim Raci që kam kënaqësinë ta kem në studio. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi me të pas studio. Faleminderit edhe unë jam i lumtur që jam me një emision të tillë ku gjithmonë trajtohen tema edukative. Sidomos kemi kënaqësinë të ndajmë historitë të tilla. Ndoshta qëndrimi është pak më modest se sa kretë prezantimi jam, edhe e pengon pak ndoshta ky hiperbolizimi, po asnjë fjalë nuk ishte hiperbolizuar me qëndrim. Unë kom pas fatin me ndëgju rrëfimin tonë prej nxënës, student, studimet tua në Amerikë dhe kthimet në Kosovë dhe pse mos ta ndajmë edhe me shikues tonë. Po patjetër. Saranda, shpeshherë Kosova shihet si një mundësi për t'u largu, se sa për t'u jetu, fatkeqësisht. Po ne mendojmë ndryshe, ne mendojmë që Kosova është një mundësi e artë për të arritur suksesin, për ta çu objektivin deri në fund. Suksesi nuk varet nga lokacioni ku ti jeton, po prej aftësive për të kriju vlera në atë vend ku jeton. Kjo ka ndodhur edhe me mua personalisht. Si një student i ri që kam qenë në Universitetin e Prishtinës, pastaj me një transferim në Shtetet e Bashkuara, ku kam pas mundësinë edhe me të qëndru atje. Sa vite ke qëndru atje, Qëndrim? Kam qëndru 1 vit. Po? Kam pas mundësinë me vazhdu prap, po jam kthy në Kosovë, se kam menduar që në Kosovë mundesh me ecë më shpejt se sa atje, se këtu gjithmonë mund të pëlqen ndër të portë, ndërsa atje je i huaj. Megjithatë vendi vitin në Amerikë të kam mësu shumë sene. Po. Ka mësu edhe me u përball, me luftu, me çdo gjë tjetër për më kthy këto. Domethënë ka qenë goxha motivus ai viti atje. Po, patjetër. 1 vit atje ka qenë sa nështë 10 vjet këtu. Për shkak tempos ritmit të jetës atje, tempo e shpejt, mesimdhënia në mënyrë shumë efikase. Edhe ka ndihmuar shumë. Edhe si përfundim mendoj që gjithë studentëve dhe ne që i sugjerojmë në qendrën tonë, i themi që gjithmonë shkoni, merrni ajkën prej atje, kudo që shkoni, edhe hajdeni silleni në vendin e juaj, se këtu ajo ajk vlen më shumë se sa jashtë. Kthimi yt ishte borxh ndaj prindërve apo ndaj vetes që ja premtove në Kosovë? Sepse ti shkove për me arrit ëndrrën tënde atje dhe u ktheve bone ëndrrën tënde këtu. Të dy janë nga pak. Të dy janë nga pak. Ishte familja ime këtu që më motivoi për me shku atje, po ishte edhe qëllimi edhe motivi jam, objektivi pse kam shku. Shumica studentëve tash shkojnë me atë qëllim, po atje ndron qëllimi. Po nëse ki një vullnet, një objektiv që dën me arrit, besoj që kthejsa këtu në Kosovë ka me qenë shumë ma suksesshëm se sa qëndrimi atje. Ajo që më ka lënë përshtypje gjatë rrugtimit tonë, një djalë i ri që ke punu në shkollën amerikane në Prishtinë, me një, ta themi pa modesti, shkolla amerikane ka qenë një prej të parave private, edhe ka pas edhe kushtet e mira
për të punësuarit, por edhe për nxënësit. Dhe ti vendose me lanë çdo gjë me shku në Amerikë, sepse doja diçka më shumë. Çka donte në atë kohë qëndrimi? Po në atë kohë qëndrimi donte diçka më shumë, siç e thek edhe ti, po përveç asaj doisha diçka që është unike për tregun tonë. Me sjell diçka që nuk ka në tregun tonë. Unë si fëmijë kur vetë kam mësuar anglisht, ka qenë gjithmonë një metodë ashtu të klasike me libra, sot ta bëjmë faqe 22, 23, nesër po bëjmë faqe 24, 25, një sistem klasik. Doisha diçka pak më ndryshe me kriju në vendin tim. Shkova atje për diçka më ndryshe, e morra atë, u ktheva edhe implementova. Edhe si duket ka pas sukses. Se kur po themi diçka më ndryshe, mund me thonë njerëz diçka më ndryshe kursi anglishtës. Çka më ndryshe te jo? Po nëse shihet prej pikpamjes kursit anglishtës, është thjesht kursi anglishtës. Se ne tash jemi mësuar me pa shumë kurset anglishtës. Çdo biznes ka shumë. Çdo biznes ka shumë sot në Kosovë. Gjithçka gjen me bullëk. Po. Fatmirësisht apo fatkeqësisht. Po. Mirë po, kursi joni anglishtës që e kam ofru, domethënë, prej atje, në konsultim edhe me profesorat atje në Amerikë, edhe me profesorat këtu në Universitetin e Prishtinës, që veç i kom pas paraprakisht, ka sjell një risi në tregun tonë, ku është unik nga stili mësimdhënies, stili mësimdhënies, ambienti, metodikat, kualifikimi i stafit, një gjë që nuk është në treg, edhe tash i ka bu veç 14 vite, edhe besoj që do të shumohen kurse si ne. Unë kam qef më shumë kurse si ne. Veç ta mbojnë frymën që shduhet. Po, ta mbojnë frymën që shduhet, po. Se letë është me kopju, por shumë vështirë është me arrit ojken e asaj çka është ideu, që te ke ideu që është një djalë i ri kur ke qenë. Që ke dashur njerëzve me ju dhënë mundësinë me qenë vetja dhe me mësu ato çka dojnë, pa formalitetet e shumta. Piktura e qendrës tonë që duket sot, ka qenë në kokën time prej si student në bachelor në Universitetin e Prishtinës. Prandaj më kalon vështirje kjo. Unë e kom pas të vizatume para meje, komplet qysh komodok edhe sot. Edhe nuk i kom deviju qëllimit, nuk i kom shman kur qëllimit, kam shku me atë objektiv, jom këthy me atë objektiv, e kam formu me atë objektiv, themelu me atë objektiv, gjithmonë të pas vizionin për para edhe me vullnet edhe me disiplinë. Gjë që mund të bëj çdo i ri sot në vendin tonë, edhe puna kryesore është veç tashti me mbajt atë kualitet. Ajo që kam la përshtypje kur mësova për kursin e juj dhe shkollën e juj, sepse mund të themi lirisht që ka një sistem, një kurikull shumë të veçantë, është edhe ajo pjesa private e organizimit të takimeve me student, ku nuk ka shumë zhurmë, kur ka koncentrim vetëm të një individ, dhe që ka një ide të sakt të kohës së arritjes për secilin që dëshiron me mësu. Jo vetëm gjuhën në komunikim, po edhe gjuhën profesionale, për shembull gjuhën ekonomike, ata që punojnë ekonomik, gjuhën shëndetësore, për shembull unë që punoj në shëndetësi, ose çka do tjetër. Po, duke fillu prej ambientit, që është shumë i veçantë, është me klasë individuale. Që po kemi mundësi me i pa dhe në prapavi. Pra klasë na nuk i kemi me të mdhaja, ku mësimi zhvillohet me shumë kandidat. Nëse flasim tash specifikisht për sistemin brenda, e kemi klasë ku zhvillohet mësimi vetëm individualisht edhe në qift. Pra me oferta individuale me një kandidat, edhe në qift me 2 kandidat. Për shkak të efikasitetit. Do të thotë, ndoshta më shumë lek sjell ajo nëse punon me grupe të mdhaja, po na kur nuk jemi shku me atë qëllim. Jemi shku me qëllimin ta ndjekim kualitetin, e atëherë të tjerat vinë mas. Në shkollën tonë vinë grupmosha të ndryshme, kryesisht edhe grupmosha pak më të mdhaja, të cilët vinë me mësu për një me. Do të thotë, nashta kanë certifikata ma hershme, kanë pas eksperjenca me anglisht, po nuk e kanë pas atë shlirim lykin me folë anglisht shlirë, si në kafe, si me një shok, po them popullorëshe. Për shkak që kanë qenë si të bazu në ato metodat klasike që kanë mësu ma herë, që shka mësu edhe vetë kur kam qenë fëmi, ajo më shumë të betonizon në literaturë edhe mëson vetëm që ka kanë liber të bazu shumë në gramatika. Po të na më shumë bëhet punë praktike, ku jipet përparësi më shumë komunikimit, je vetëm klasë, vetëm me mësimdhanësin, edhe njësh shlirë me folë, edhe gjitha gabimet i len aty, edhe jesë për ma shpet. Do të thotë, nga komunikimi dalim në gramatik, jo nga gramatika në komunikim. Jeta shumë dinamike sot, njerës nuk kanë kohë, gjithë janë përngut. Edhe dojnë me mësu pak më shpet. Do të thotë, nështë dikuj nevojitet më shumë për
turizm, dikuj nevojitet për punë akademike, dikush ka qëllim me studiu jashtë vendit, dikush për bashkim familjar, dikush do në me mësu vetëm për qef, vetëm që me ditë anglisht, me pasën gjep që i nevojitet dikur njetë. Pra, mësimi bëhet në mënyrë specifike me materialet personalizume për secilin kandidat. Pra, secilit kandidat na i përshtatet në mënyrë të veçantë varësisht kërkesës dhe nevojës që e ka ajo sa ajo. Për shembull, njëra prej tezeve të mia, se unë kam shumë teze, i ka shku djali në Amerikë dhe ka vendosur me mësu, i ka gati 80 vjetë, ka vendosur me shku në kurse anglishtes me mësu gjuhën, se ta kur shkojmë vizite djali, ajo është punë ta unë e dalë, shëtiti, edhe kjo është mundësi shumë e artë që i jepet, sidomos në shkollën tuaj. Qëndrim, kur i kam regjistru fëmijët e mirë në shkollën finlandeze dhe ata më kanë thonë që fëmijët mësojnë përmes lojës, nuk kemi shumë libra, kemi shumë praktik, kemi këta, thesha qysh pas kanë me mësu këta. Te praktikan edhe në shkollën tënde këta, nuk shesh shumë libra, nështë as pak. Si është kjo metodë? Nuk e kemi të ngarkume me shumë literaturë, për shkak që literatura humbë edhe kohën edhe durimin e kandidatit. Si që ceka dhe ma heret, njerëz po jenë shumë përnguta dhe po dojnë me mësu pak ma shpejt. Tashti na literaturën e kemi të personalizume për secilin kandidat që janë materiale të veçanta. Ata që vinë vetëm për komunikim, si për shembull tezja jote. Për shembull, përshëndes tezën shumë. Edhe unë përshëndes tezën e Sarandës, edhe eftoj që nësi nevojitet pak humor. Po, ka për shembull kandidat që vinë vetëm për komunikim. Për ata nuk është që nuk ka literaturë, nuk është që nuk ka libra, po jenë materiale specifike që ndihmojnë kandidatin për aftësi komunikuese. Ka kandidat që vinë për qëllime të ndryshme, akademike, studime jashtë vendit, dikush kërkon më shumë të avancon fjalorin, të zgjeron fjalorin. Pra, materiale ka, nuk është që nuk ka, por nuk ka libër që ti tash ti duhesh me i mësu edhe gjana të cilat nuk nevojiten. Libër të keq nuk ka, po gjana të cilat ta humbin kohën edhe durimin. Pra, na kalojmë direkt në temë. I mësojmë vetëm ato gjana që na nevojiten, edhe si rrjedhoj nivelet ecin shumë më shpejt se sa me metoda klasike. Diku 6 javë deri në 8 javë shkon për një nivel, se i mësojmë vetëm gjana të cilat na nevojiten. Po, si janë procedurat Qëndrim? Vjen dikush për shembull edhe thot unë flas anglisht, po nuk është shenja gramatike, ose kundërta, ose kërkesat e ndryshme. Si identifikoni problemin e klientit? Fillimisht kur një kandidat vjen për regjistrim shkollën tonë, shpreh interesim për regjistrim, ne kemi një placement test që quhet, është një testim vlerësues. Është edhe gojarisht edhe me shkrim, ku kandidati nënshtrohet testimit. Pastaj duke u bazuar në rezultat të testit, shkojmë edhe e dim prafërsisht si analizë paraprake që ku qëndron kandidati me anglisht, edhe shkojmë edhe krijojmë planin e personalizuar për atë kandidat, edhe i plotësojmë ato boshllëqe vakume ku kandidati vetëm ka ngecje. Po për kandidat që janë prej zero, edhe që dojnë me fillu prej fillimit, aty nuk ka nevojë për test vlerësues, vetëm fillojmë prej zeros. Vinë e thonë, jam prej zeros, nuk di asgjë. Vinë prej zeros, po. Ajo çka do doja shumë të drejtoja edhe audiencës me këtë që du me të pyet, është ka fatmirësisht, sidomos pas luftës, gra, të cilat kanë marrë guximin me ha bizneset të tyre personale, frizer sallon, rroba e qepsi, e të tjera, dizajn, por që keqësisht për shkak të kushteve që kanë pasur pak më herët nuk kanë arrit me pas edhe gjuhën angleze. Tash shkojnë për trajnime të ndryshme, edhe avancojnë sallonin e tyre, edhe nuk e din gjuhën. Kjo është një mundësi super e artë për sidomos po e tham specifikisht për këto gra që kanë hecë mirë në bizneset e tyre, qesin flia, po shkojnë për trajnime jashtë vendit, ose shkojnë me mësu diçka më shumë jashtë vendit dhe nuk din anglisht. Dhe mund të vinë prej zerës ta mësojnë. Po, patjetër. Do të thotë plani i përshtatet secilit kandidat, secilës mosh, ku kandidati ka mundësinë ta mësoj vetëm ato që ka i nevojitet. Pra nuk ka nevojë me u zhyt thellë në gramatika, vetëm i mëson ato gjana që të nevojitet. Kemi kërkesë për shembull ku vinë edhe dëshirojnë me mësu vetëm anën popullit që thotë mos me mbet në lloç, mos me fol me gishta. Pra dojnë me mësu për 5-6 javë, një ofertë për shembull që veç e kemi, një komunikim thjesht. Nevojitet në aeroport, nevojitet me një rezervim të një hoteli, nevojitet me kërku rrugën, ku të shkoj atje, si të shkoj atje. Pra një komunikim shumë bazik. Se kurset, nivelet, zakonisht janë të përkufizume me atë që cek edhe në fillim, kur ti thu dikuj po shkojmë kurs, gjithmonë ka atë pikturën përpara që okej, me nivele, me libra, jo se zgjat shumë, jo se po pritoj me anis, po mdo këtë vetja si me shku në shkollë, po pritoj prap më këthy ashtu se kom rrinë karrierë.
E për atë arsye pikërisht na i kemi ato ofertat ku edhe ambienti, siç po shihni, është si me shku diku Një takim shumë privat si te psikologu. Te psikologu, ose me dalë me një kafe, me pi një kafe me një shok apo me një shoqe, edhe njëkohësisht edhe me mësu anglisht. Pra shumë shlirë edhe me metoda që secilit profesion, secilës mosh i përshtatet. Si e vetëm ti edhe mesimdhënësi. Si ishte qëndrim kjo oferta veç me mësu për komunikim, ti bi prind me kur po udhtojnë shtu te vllau, te motra, ta mësojnë, se gjithë javë shkruajnë letër çka mi u thonë atje në aeroport. Po, është oferta 5 javore. 5 javore. 5 javore. Okej, non bab për 5 javë. Po, për 5 javë. Te qëndrimi. 5 javë kemi grup mosha të ndryshme edhe kemi grup mosha edhe mbi 50 vjeçare. Kemi pas raste ku kemi grup mosha mbi 60 vjeçare. Askush nuk mëson vështirë, gjithë mësojnë lehtë. Krejt varet nga mesimdhënësi edhe nga metodologjia, se sa ja bojmë na atyre të lehtë. Se në shkollën tonë na praktikojmë edhe pak stilin e psikolingvistikës, ku kandidati është vete me mesimdhënësin në klasë, aty ka pak psikologji, ka pak mesimdhënie, ka pak rehati, tu konsideru të ambienti, kandidati ndihet pak rehat që s'ka edhe libër. Do të thotë gjitha bojnë nga pak. Pra varet krejt nga stili i mesimdhënies, që i servohet, që i shërbehet secilit kandidat ndryshe, edhe secili kandidat mëson lehtë, si një fëmijë, si një më shumë, si një moshë mesatare, tu u falenderu prej metodave. A ka raste qëndrim kur vjen dikush thotë, po e du këtë ofertën për 5-6 javë, sa për një komunikim të shpejtë se ka me udhtu, po i pëlqen strategjia, mënyra e punës, dhe thotë, okej, po du me vazhdu me mësu më shumë. Po. Me marrë një ofertë tjetër. Po, kemi plot raste, kemi raste. Jo të gjithë, po shumica rasteve është ku vjen për ofertë 5 javore edhe sheh që po mundet me mësu. Domethënë gjitha çka i nevojitet moshave madhore në vendin tonë është që me i bind ata, edhe ata me u bind vetë që mujnë me mësu. Se thjesht është vetëm një gjuhë. Edhe vinë për 5 javë edhe mbesin për ma gjatë. Se rriten apetitet, e shohin që po mujnë me mësu, i shohin ngritet vetbesimi, edhe rriten apetitet edhe mësojnë edhe më shumë. Ndërsa sa i përket kësaj ofertës në çift, a vinë shumë çifte? Çift nuk do të thotë të jenë çift domosdoshmërisht. Okej, mund vjen 2 motra, 2 vëlla. Mund të jenë po, ose 2 shok, 2 kolegë. Ne nuk i bojmë çiftet për shkak që nuk mujnë mu përshtat karakteret, ose oraret, ose kërkesa, ose... Okej, vetëm që njihen mes vete. Vetëm nëse vinë qifti si qift, prakisht e bojmë një test, e shohim që a janë të balancu mes veti, edhe oferta në qift thjesht e ka emrin që janë 2 kandidatë. Po na kemi pasit arsyeshme pra të punojmë vetëm me 1 kandidat edhe me 2, për shkak të efikasitetit, që 14 vite punojmë vetëm individual edhe qift. Edhe karakteristik për shkollën tonë është që 14 vite ofrojmë vetëm një shërbim. Vetëm gjuhë angleze. Pra vetë kam studiu gjuhë letërsi angleze, komplet edhe stafi kanë studiu gjuhë letërsi angleze, profili i mesimdhënies, edhe si karakteristike kemi që 14 vite nuk kemi lëviz nga ai objektivin fillim që e kemi pas, pra të ofrojmë vetëm gjuhë letërsi angleze. Nuk merrni grupe ju? Grupe nuk marrim, gjuhë tjera nuk marrim, thjesht 1, 2 anglisht. Do me thonë është Dardani edhe... Po, lokacionet i kemi lagjën Dardania, te bulevardi Bill Clinton, edhe te rruga B, mrapa rrugës B. Oraret? Ne punojmë për orës 8 mëngjes deri në orën 9 mramje. Pra, 13 orë në ditë, varësisht me ndrimet tash e kemi, po 13 orë jemi aktiv. Sa i përket stafit, ka shumë rëndësi. Stafin gjithë e kemi të diplomu në gjuhë letërsi angleze, profili i mesimdhënies. Për shkak që edhe standardizimi i shkollës që e kemi, nuk na lejon edhe me dashur me punu keq, nuk muj me punu keq. Pra duhet të jenë gjithë kualifikuar në gjuhën që veç e ligjerojmë edhe vetë, plus edhe me ekstra trajnime edhe me ekstra module që në nevojiten për rekrutim të stafit. Po. Klienti ka të drejtë me zgjedhë mësimdhënësin apo kush qëllon në orarin që kërkon? Po tash, kur kandidati e bën kërkesën për regjistrim, na shohim se çfarë orari po i konvenon atij kandidati. Edhe përshtatet me mësimdhënësin. Po, sipas atij orari që i përshtatet kandidatit, ne përshtasim te orari që i kemi të lira, ja japim 2-3 opsione, edhe kandidati e zgjedh ofertën. Në çmimet i kemi mujore që përfshihen gjitha materialet, do të thotë që i shërbejmë, nuk kemi diçka ekstra për kështu, ekstra për ashtu. Çmimet janë mujore, çka do që i shërbejmë na kandidatit, qoftë materialet, qoftë ndoj kafe, ndoj çaj, se e bojmë unë i rahat, qoftë pozitivitetin në shkollën tonë, është në çmim. Është me një çmim krejt.
Vjen edhe një lloko me kafe aty. Ajo. Varet nga niveli. Çudi, se Gjakovare me dhon kaq shumë dorë shlirë. Pa ofendim. Unë gjatë karrierës time kam punuar shumë Gjakov, kur njët ma mirë se më di. Më kanë prit, dhe me thonë, unë e thamë këta ku do që shkoj, Gjakovarët janë njerëz ma mikë pritsa. E këta e vërtetova edhe tash. Unë e thash pa vedije se gabova, jo, duhet me kursy. Jo se pëtnin mama. Ti ku ke të hargju shumë më djallë. Në arsim, edhe në edukim, është turp me kursy. Duhet me qenë durëshlirë se fundit po punojmë për popullin tonë, po punojmë për një të ardhme. Qysh edhe dikush profesorat e me një kohë caktume nuk kanë kursy tonë, njëjtë edhe unë nuk kursej tash, se fundit mas 100 viteve askur s'kemi me egzistu. Absolutisht që po. Qëndrim, ajo që do doja shumë të dija dhe për ata që janë të interesuar të aplikojnë, a ka pritje, a gjendet orari shpejt, për shembull tash ka pushim 2 muaj shkollat, mundet një adoleshent që po bëhet gati për shkollën e mesme, me arë me mësu anglisht. Vetëm ta qartësoj fillimisht se ma herët thamë që punojmë kryesisht me mosha madhore, ne punojmë edhe me fëmijë, po edhe fëmijë duhet të jenë individual ose çift. Pra, na thjesht nuk punojmë me grupe të mëdha, edhe me libra. Për ndryshe, gjitha grup moshat i pranojmë, edhe qoftë edhe fëmijë. Tash është sezoni veror, edhe pushimet verore të studentëve veç fillojnë, edhe na kemi orare pak ma shumë të lira gjatë sezonit verës, edhe gjithashtu ofrojmë edhe zbritje. Ata që nxojnë zbritjen do të thotë ofertës verore, vazhdojnë edhe ma zbritje, se nuk ju ndrojmë çmimet klientëve. Vazhdojnë, nëse rinë edhe një vjet, e rinë me zbritje? Në momentin që e kap ofertën me zbritjen korrekt edhe ngusht, ai vazhdojnë do të thotë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë qëndrimit tim, kurs të na, vazhdojnë ma zbritje. Për ndryshe orarët ma të ngarkume janë në intervalin e masdites, ku gjithë vinë mas orarit punës. Po, gjithë ata që janë të interesuar do të thotë e kanë verën si një shans të artë edhe që është pak ma qetësi në shkollën tonë, edhe që e kanë zbritjen, edhe mujnë me vazhdu atyre për gjatë gjithë kohës me zbritjen që veç e kapin fillim. Edhe një pyetje për studentët kjo. Tashme që është pak para shtatorit, tetorit, kur fillojnë edhe vitet akademike, edhe ka të tillë që kanë marrë një drejtim që në landë të tyre ju duhet anglisht profesionale, ekonomike ose këtë dion. A ju mjafton korrigusht shtator, për shembull, për me arrit të paktën me 20 vitin e parë në fakultet nëse janë prej zeros? Nëse janë intenziv? Po. Kjo varet edhe prej nivelit kandidatit paraprakisht, varet prej konsistencës që e ka i kandidat, sa punon e kandidat pak në shtëpi, sa është i disciplinum. Ka kandidat për shembull që mundet me mungu shumë, ka kandidat që punon shumë në shtëpi, ka kandidat që nuk punon. Po nëse marrim një mesatare, patjetër. Pasi që, si që ceka dhe ma herët, ne punojmë pa libra, procesi është shumë ma shpejt. Kemi raste ku kandidat vinë prej zeros, do të thotë janë zero me nivel. Shumë ma letë punohet me këta më duket. Punohet ma letë se i ndërton vetë. Ndërton vetë. Ata që din diçka, nuk din diçka, ata duhet edhe me prish edhe me ndrejt. Edhe me prish edhe me ndrejt, kjo shumë e vërtet. Po, koha del, mjaftueshëm. Sidomos ata që janë prej zeros, nëse dojnë me mrime një komunikim, e thom pa modesti, për 2 muaj ata veç janë të komuniku. Sa mirë. Edhe një pyetje të fundit, oraret ose pjesëmarrja javore, sa rekomandohet 2 herë në javë, 3 herë në javë, 5 herë në javë? Si shkon? Varësisht qëllimi që ka kandidati. Për shembull, ne ofertat i kemi me 3 herë në javë, me 4 herë në javë, me 5 herë në javë. Janë nga 60 minuta, nga 90 minuta. Minutat janë të plota, jo akademike. Po varet nga qëllimi dhe nga nevoja që e ka kandidati. Për shembull, nëse ka një student një test standardizues që është TOEFL ose IELTS me një afat pak më të afërt, atëherë i nevojitet një ofertë pak më intenzive. Nëse dikush vetëm don me ndjek kursin për me mësu gradualisht që ka kohë, nuk ka ndonjë afat në një test caktuar, atëherë preferohet oferta 3 javore nga 60 minuta, zakonisht ku është oferta më e shitur prej shkollës. Ku edhe mësimdhënia është në sistemin, do thot pak më gradual, mësimdhënia është më sistematike, ku kandidatit nuk i bëhet shumë presion. Varet edhe pak nga presioni që e kanë, nga afatet që e kanë. Po, dhe kjo është e mira kësaj, sepse specifikohen në takimin e parë këto. Në takimin e parë, mësimdhënësi e din ku është, sa ka nevojë, edhe cakun kur do të arrin, edhe pastaj orientohet në një farë mënyrë. Po, na marrim qëllimin e kandidatit. Fillimisht kur vjen kandidati më regjistru, na pyesim pse po don me mësu anglisht. Pyetja pse po don me mësu anglisht, qëllimi. Në momentin që na dim qëllimin pse po don kandidati ose kandidatja me mësu anglisht, atëherë edhe na kena një pasqyrë qartë dhe një analizë tonë se çysh më ju qas kandidatit.
a është me test standardizues, a është vetëm përdojnë me mësu anglisht vetëm për shef, apo çfarë niveli që është? Kjo është e ma e mira e mundshme që mundet me ndodhë, sidomos jo vetëm për fëmijët, sepse e tha edhe qëndrimi që fëmijët mund të aplikojnë, mund të jenë pjesë adoleshente, studentet, të moshuarit dhe të gjitha ata të cilët kanë një biznes dhe dëshirojnë ta menaxhojnë edhe me bashkëpunimet e jashtme që i duhet një gjuhë pak ma komunikimi thjesht sa për me arrit. Kursin e gjeni edhe në rrjetet sociale, edhe në Instagram, edhe në Facebook. Pyetje përgjigje i ktheni mbrana 24 orëve në faqe, po besoj natën mos shkruani. Po zakonisht natën vjen mend që po duam të regjistru diçka. Po ajo pjesa administrative, mundohemi të jemi shumë korrekt edhe shumë kohë, duke ju komuniku kandidatëve gjitha informatat domethënë që i kemi, po edhe duke bisedu, tu ndakuan për ta duke detajzuar gjitha informatat para se të vinë. Po kandidatë gjithashtu mujnë marrë edhe në shkollën tonë, me i pa kushtet pres afërmi, me i prek pres afërmi kushtet tona, edhe pastaj të vendosin sa të regjistrohen ajo. Po kjo pak të shkojnë kurs individualisht e ka edhe pak atë primatin që është pak jo mashtrejt, jo diçka, po unë mendoj që ma shumë kursen nëse shkon individualisht edhe pagun pak ma shumë se sa në grup, se sa në grup me pagu pak ma pak. Se kursen, jo kursen kohë. Se ti për shembull gjana cilat i mëson individualisht, ti në grup nashta të shkon 1 vjet ose 8 muaj derisa ti mëson. Edhe kur ta kalkulon, prap del mashtrajt në grup. Po, e qartë është. Po, ja vlen me investu në vetën e diçka që mendon që të duhet, në punë ose ka, unë me sa fola edhe me mësimdhënësit e tua, ka të profesioneve të ndryshme, të cilët për çështje të ndryshme teknike i duhet një komunikim anglisht edhe vinë, edhe është shumë e mirë dhe je vetëm ti përballë me mësimdhënësin, ma shumë kishe femna më duket. Po, i gjithë stafi është higjinistë femnore. Apo vetëm ti je. Vetëm unë jam higjinistë. I vetëm mësues, domethënë vetëm ty 7 marsin ta uroj. Vetëm mu 7 marsin. Tjerat e kanë 8 marsin. Fatkeqësisht. Profilet të ndryshme qysh edhe e ceke, kemi klientë që janë afarist, kemi mjek, kemi gazetar, kemi avokat, të thot ka profesionet të ndryshme që fillimisht vinë ta mësojnë një anglisht të përgjithshme, pastaj masi që ta arrin një nivel caktum, atëherë mujnë edhe mu profilizu të mësojnë për profilin e tyre varësisht se çka ju nevojitet aty në karrierë, prezantime që kanë e tjera. Qëndrim, falenderoj shumë që ishe. Unë shpresoj shumë që i kemi ndihmu gjithë atyre që dojnë me mësu, po kanë pritu me shku në grup me gjithkane, ju ka arë keqe, si janë për shtate, e ka një mundësi shumë të artë, me arë me mësu anglisht, qofshin për komunikim, qoftë profesional, sy me mësimdhënësin. Faleminderit për ftesën, ne jemi shumë të lumtur që kena qenë këtu, dhe i mirëpresim. Patjetër, kënaqësia është e gjitha jona. Faleminderit shumë, Qëndrim. Dashur miq, kemi qenë së bashku me njërin prej profesorëve të shkollës, të cilën falim deri më tash, English Language School, që gjendet në Dardani dhe në Rrugën B. Për kontakte tjera i shkruani në rrjetet sociale, sy me profesorin, me mësu anglisht, pa të pengu kandidat tjerë, pa të pengu komplekset tua, thjesht një komunikim dhe një gjuhë profesionale të cilën dëshironi. Sidomos duhet ta theksoj ata të cilët punojnë në banka dhe dëshirojnë të mësojnë terme të gjuhës ekonomike, ata të cilët punojnë si agent shitës në shëndetësi, edhe dëshirojnë të mësojnë terme shëndetësore e të tjera, keni mundësinë që të specifikoni edhe të mësoni konkretisht përveç komunikimit që mund ta dini edhe ta profesionalizoni gjuhën angleze edhe në termet që ju duhen në punën që bëni çdo ditë. Po shkojmë bashkë me rubrikën e magjikëve të vegjël. Sot e kemi një vajzë shumë simpatike, që ka shumë profesione. Unë shpresoj që të gjitha prej këtyre do t'i mbajë derisa të rritet, po shkrimin mos ta lë asnjëherë. Shihemi për pak sekonda me një super vajzë të vogël.